Radha është tani për intervistën e parë në studio. I ftuar është zëvendës ministri i mbrojtjes në detyrë, Shemse Sylla. Mirëmbrëma, mirë se vjen zoti Sylla. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Të falenderoj shumë për prezencën. Kosova është në qendër të ushtrimit ushtarak Defender Europe 2025, zoti Sylla. Cila është rëndësia e këtij ushtrimi ushtarak, me që Kosova në 2023 ishte suspenduar nga kjo pjesëmarrje? Po vërtet, këto ditë është mbushur tërë media me lajmet se çfarë po ndodh. Ajo një ngjarje më e rëndësishme, mund të them, me vitit. Ngjarje më e rëndësishme përgjithsisht edhe për ushtrimin tonë, po edhe për Kosovën. Po zhvillohet një ushtrim shumë i rëndësishëm, i organizuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që quhet Defender 25. Domethënë, ne jemi nga 21, 23 dhe 25 që po ecim drejt arritjeve kulmore të ushtrimeve, të përgatitjeve krahas ushtrimeve më të forta të botës. Kësaj radhe, siç e kemi edhe gjithnjë në krah, i kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bashkë me shumë shtete tjera të NATO-s, gjithsej 29 shtete. Kjo do të thotë shumë për Kosovën, kjo do të thotë shumë për ne, me vetë faktin që ne jemi afër përmbushjes së një marrëveshje e cila krijoi ushtrinë e Kosovës, që me 2028 ne do dalim me kapacitete të plota ushtarake, atëherë kur do të jem ushtri e fortë e cila merr përsipër sigurinë e vendit. Dhe kjo është shumë rëndësishme që po ndodh tash, me vetë faktin se ne synim kryesor kem antarësimin në NATO. Dhe pikërisht ne po ecim bashkë me NATO-n, me shtetet e NATO-s, në një sfidë, sepse çdo ushtrim është edhe sfidues, e kësaj radhe Defender 25, ku si vend mikpritës jemi ne, që do me thënë shumë, flet ky fakt shumë, me vetë faktin se ne na është besuar që t'jem pritës. Çfarë ka ndodhur në këto 2 ditët e para? S'kemi parë akoma stërvitje të themi ushtarake mes ushtrive. Zoti Sylla, cili është itinerari, orari i kësaj periudhe kohore? Po siç e keni parë, ka filluar 26 dhe përfundon dikun me 8 qershor, 8-9 sepse janë disa. Po dhe gjatë këtyre ditëve ju keni pa 2 ditë shkuan, 2 ditë sot, por du ta dini se paraprakisht ushtrimi fillon shumë më herët, para përgatitjet, terreni, pastaj gjithë ato planet, gjithë ato punë të mëdha që bëhen në dislokimin e forcave të shteteve, të ushtarëve, të shtabeve. Kështu që kjo punë ka filluar me kohë, por fillet e saj, domethënë të një ushtrimi real, kanë filluar me 26-ën, dhe dita e dytë e sotme karakterizohet me një entuziazëm të madh, me një punë efektive të realizimit të gjithë atij plani e projektit që do të bëhet gjatë këtyre ditëve. Cilat janë objektivat, themi, të FSK-s gjatë këtij ushtrimi ushtarak shumë këmbësh, zoti Sylla? Siç e dini, Shtetet e Bashkuara të Amerikës udhëheqin me 29 shtete, po 25.000 ushtarë marrin pjesë në këtë ushtrim, dhe merr pjesë edhe Kosova, si thash, vende mikpritës, bashkë me shtetet aleate dhe shtetet përreth, ato që i kemi në rajon, në Shqipërinë, Maqedoninë, e kemi Kroacinë, Bullgarinë, me të cilat bashkarisht e zhvillojmë ushtrimin i cili është i dedikuar për neve. Ky ushtrim, thash se është i rëndësishëm dhe është i madh në kuadër të Evropës dhe të Afrikës, forcat e Shteteve të Bashkuara dhe divizioni i 28 i Komsorisë, e shtabi i saj do të jetë i dislokuar në Babaj të Bokës, ku do të udhëhiqet këtë operacioni që zhvillohet në kuadër të këtij ushrimi. Sa do të ndikoj, a do të ndikoj në fakt në profesionalizmin, rritjen e kapaciteteve të FSK-s ky ushtrim ushtarak? Gjithsesi, ju përmendet objektivat, ka objektivat të qarta, të bashkëpunimit dhe të bashkëveprimit
të përbashkët të forcave aleate në situata të jashtëzakonshme. Çfarë do që ndodhin ato? Do më thënë, në një perimetër shumë të madh të hapësirës së gjerë, kudo që aleatëve ose aleancës së NATO-s i paraqitet rreziku. Objektiv i fortë dhe i fuqishëm është fakti se ne jemi bashkë me NATO-n, edhe pse nuk jemi antar i NATO-s, por që pretendojmë të jemi pjesë e NATO-s. Ky është një satisfakcion shumë i madh për ne, meqense parashtron rrugën drejt asaj që ne kemi synim të përbashkët që të jemi pjesë e NATO-s, me vetë faktin që ne trajnohemi, ushtrohemi, kemi doktrinat komplet, kemi kapacitetet, kemi gjithçka që ka të bëjë me standardet e NATO-s, flet shumë që ne jemi afër asaj dhe përmbyllja e asaj ecjes sonë, në një transformimi gjithë përfshirës i 2028-shit është shumë domethënës që kjo jep një shtytje të fortë për të argumentuar faktin dhe arsyeën e kërkesës tonë të vazhdueshme që të jemi pjesë e NATO-s. Që në hyrje të intervistës së pyeta për atë që Kosova ishte suspenduar pra nga pjesëmarrja në vitin 2023, Defender 2023. Tash, kjo pjesëmarrje e Kosovës do të ndikojë apo jo në rritjen e bashkëpunimit me SBA-n konkretisht, sepse reagimi atëherë ishte pas trazirave në tensioneve në veri të vendit. Kushtrim ne kemi konsumuar kohë shumë, kemi pas rast edhe më herët të flasim për atë ngjarje që ka ndodhur në 2023, por që kemi thënë edhe atëherë se ne fatmirësisht e kemi kryer ushtrimin. Ajo që ka ndodhur ka qenë në fund, poshtë asaj ekspozisë fundit që ka qenë dashur të jenë miqt ose mysafirët për ta përcjell përfundimin e ushtrimit. Kështu që dihet se ka qenë një afekt politik që ka ndodhur, domethënë duke marrë parasysh sistat jo ngjarjet që ndodhin në veri, por që nuk ka pas ndikime tek ne dhe ne kemi përfunduar me sukses ushtrimin. Normal që efektet në opinion ka pasur shumë diskutime, debate të shumta, por që Shtetet e Bashkuara pa asnjë moment nuk e kanë ndërprer aktivitetin dhe ndihmën ndaj ushtrisë sonë, dhe ky fakt flet shumë. Madje viti i fundit 2024 ka qenë vit edhe më dinamik i shtimit të interesimit të madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për shkak të marrëveshjeve të nënshkruara? Edhe marrëveshjet që kemi arritur, një marrëveshje që është shumë domethënëse dhe që arrin edhe atë majën e asaj që ne kemi kërkuar, por që është ndihma është në shumë dimensionale. Në shkollim, në trajnim, në stërvitje të shumta. Pastaj edhe interesimi i madh që ne të jemi pjesë e zhvillimi edhe në botë, domethënë që të dislokohemi në vendet e tjera. Kësaj radhe kemi para fatin që paraprakisht jemi duke u përgatitur që të jemi në Siri. Pa konsiderim të kuvendit? Po. Pa konsiderim të kuvendit? To procese esin, po besoj që do bëhet edhe ajo dhe por nuk mund të shkojnë. Do të realizohet. Nuk mund të shkojnë në mision apo jo? Unë besoj që ka forma, mënyra që duhet shteti kur merr parasysh prioritetet dhe kjo është shumë rëndësi për ne dhe shumë esenciale, kjo që duhet bëhet. Ky vullnet i Shteteve të Bashkuara të Amerikës do çmuar dhe është ajo çka e dëshmon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të interesuara që ushtria jonë vërtet jetë me kapacitete të forta, të plota, dhe është një fakt tjetër që kemi kriju besueshmërinë as të madhe saqë sot zhvillohet një ushtrim kaq i rëndësishëm në Kosovë. Po. Pjesëmarrja e FSK-s në misione të veçanta apo jo nuk mund të bëhet pa pasur institucione të reja. Mos të kuvendit edhe qeveri të plot, me kompetenca të plota, jo në detyrë. Normal që dislokimi jashtë vendit, domethënë bëhet as më tepër kur ka numër të madh të ushtarëve, bëhet me miratim të kuvendit të instancave tjera shtetërore. Besoj që deri atëherë do të konstituohen edhe institucionet tona dhe ky synimi ynë do të realizohet.
Përmendet merret bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pikërisht njëra prej gjërave ose marrëveshjeve që keni shprehur, themi edhe merita, keni marrë merita për çështjen e raketave antitank Javelin. Po. Kur do të mbërrijnë Kosovë, dhe Sylla? Në ecjet tona drejt realizimit kapaciteteve tona, kemi arritur që me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kemi marrëveshje të shumta edhe në fushën e industrisë të mbrojtjes, dhe nuk janë ato kapacitetet e para ose pajisjet e para që ne i marrim prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por janë ato më strategjike deri më sot që i kemi marrë. Domethënë, veç pjesa e parë është bërë pagesa, mëson është të shku procesi shumë mirë dhe besojmë që shumë shpejt ushtria jonë do ta ketë edhe atë pajisje. A ka ndonjë afat kohor nga që edhe nga zyrtarët tjerë të ministrisë, edhe vetë ministri Maqedonci ka deklaruar që brenda këtij viti, ka përmendur edhe pjesën e parë të vitit, mund të arrijë? Besojmë që po, sepse është një procedurë e cila merr një kohë. Nuk është asgjë, nuk ka në pyetje tjetër gjë, posa asaj që janë procedurat që duhet shkuar sipas tyre. Procedurat që duhet ndiqen? Si? Procedurat që duhet ndiqen, por a do të marrin më shumë kohë, a do të jenë brenda këtij viti në Kosovë? Po gjithsesi. Ashtu siç ka thënë ministri, kemi besim të plot, kemi që do të bëhen. Po, një çështje tjetër që ka qenë temë edhe e muajve të fundit është edhe aleanca ushtarake mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë. Po. Çka tutje, zoti Sylla? Ishte bërë një memorandum, çka tutje? Marë parasysh konstelacionet e krijuara përreth nesh dhe në botë, luftra që po zhvillohen, sidomos e në Ukrainë, si dhe kërcënimet e vazhdueshme të Serbisë, domthonë kanë krijuar edhe rrethana të tjera dhe iniciativa të cilat edhe kanë ardhur deri te ajo që ne të kemi bashkëpunim më të thellë me shtetet aleate, sidomos me shtetet pranë nesh, dhe si rezultat i bashkëpunimit të thellë, i miqësisë që kemi arritur edhe të bëjmë marrëveshjen me Kroacinë dhe Shqipërinë, një memorandum i cili forcon edhe më shumë dhe ka një rëndësi, një peshë të madhe të asaj se si t'i përgjigjemi situatave të jashtëzakonshme. Të jemi afër njëri tjetrit në bashkëpunim të përhershëm, të ndihmave reciproke, kësaj radhe dhe ndihmave ushtarake. Kur dihet se Kosova ka nevojë ende të ngritë kapacitetet, përderisa dy shtete tjera janë anëtare të NATO-s, ne kemi shumë nevojë që të na ndihmojnë edhe me procedurat me të cilat ata veç e kanë kalu, fazën që nuk është edhe e lehtë të arrihet deri te ajo. Kështu që dy shtetet kanë marrë përsipër që na ndihmojnë ne, sidomos në këtë fazë kur ne jemi në një përgatitje të fuqishme të gjithanshme, edhe me pajisje kur kemi synim të ngritjes së kapaciteteve edhe të industrisë së mbrojtjes dhe gjithashtu të shkollimit, të trajnimit, në gjitha format dhe mënyrat, edhe jashtë vendit, edhe brenda. Çfarë ka rezultu nga ky bashkëpunim deri tani, zoti Sylla, pra mes Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë? Cili është fryti i kësaj? Po, pos marrëdhënieve që kem pasur, pos shkëmbimit të ushtarakëve të niveleve të ndryshme, pos shkollimit që kemi pas në akademit e mbrojtjes të Kroacisë, të Shqipërisë, ai numër është shtu. Domethënë, na është lënë vend hapësirë dhe më shumë edhe në drejtime dhe gjini të tjera ku nuk kemi pas më përpara ushtarak, duke u nisur nga ushtarët e thjeshtë deri te oficerët me grada të larta në akademitë ushtarake të Zagrebit dhe të Tiranës. Gjithashtu, edhe kemi vazhdu me ushtrimet dhe trajnimet e tjera të niveleve të ndryshme, varësisht prej arritjeve të pajisjeve të reja, të cilat, me qenë se ju e dini që këtu në Kosovë ne nuk kemi pasur ende mundësi dhe hapësirë për të zhvillu ushtrimet, edhe me mina hedhë se me armë të cilat prekin edhe hapësirën, duke marrë parasysh se NATO-ja e kontrollon hapësirën ajrore, ne kemi pas mundësin që këto ushtrimet i bëjmë
në Shqipëri, po edhe në Kroaci. Gjithashtu, këto dy shtete janë shumë të gatshme që ne të na ndihmojnë edhe në lëmit të tjera dhe sidomos të ndikojnë që edhe shtetet tjera të cilat janë afër nesh e që kanë vullnet. Serbia ta përmendim Serbinë që ka reaguar ndaj kësaj ndaj këtij bashkëpunimi. Ne nuk kemi pritur që Serbia ta pranojë dhe të buzëqesh të kënaqet kësaj iniciative ose kësaj aleance, por ajo e bën të vetën. Kështu që ne duhet të ecim, ne jemi të interesuar që aleanca të zgjerohet, që edhe shtetet tjera të jenë pjesë e kësaj, në mënyrë që ta ndihmojmë këtë krah kaq të fortë të NATO-s. A ju bashkua Bullgaria? Shikoni, ende jemi duke punuar në këtë drejtim me të gjitha shtetet, nuk është vetëm ajo, por kemi Malizi, kemi Maqedoninë dhe kemi bashkëpunim të thellë të tri shtetet, edhe me Bullgari. Po. Nivelet të ndryshme, edhe të shkollimit, për shembull keni pa ju në Akademinë e Shkupit, domethënë në Maqedoninë e Veriut, tani veç kem konkursi për student për akademi. Por do t'i bashkohen apo jo? Maqedonia, Bullgaria, Malizi që po përmendi. Ne kemi shpresë se është duke shku puna në rrugë të mbarë, domethënë ka mirë kuptim këtë drejtim, ka debate të cilat ka interesim për të shikuar ku jemi nisë dhe çfarë i nevojitet regionit, kryesisht për të krijuar vlerat përbashkëta, me që na disponojmë vlerat përbashkëta, që të dy shtetet, për shembull, të trijat janë pjesë të NATO-s, domethënë edhe Malizi, edhe Maqedonia, edhe Bullgaria, kështu që është një mendim kështu që mund të na çojë drejt asaj që nesër do ta kemi një gjuhë të përbashkët për të krijuar edhe për të zgjeruar aleancën tonë. Flasim tani për sigurinë dhe mbrojtjen e Kosovës. Zoti Sylla, edhe ju në këtë studio keni përmendur që rreziku potencial ekziston që Serbia të tentojë ta destabilizojë pjesën veriore të vendit. A ka rrezik akoma apo jo? Shiko, gjithnjë Serbia ka pas iniciativa që ta tensionojë gjendjen atje. Gjendja është shumë e sigurt, stabile, ka tensionet kopaskoshme, të cilat krijohen varësisht prej hapave që merr Serbia. Për ndryshe, gjendja është stabile, është në kontroll të plot, gjithçka funksionon normalisht. Dhe kjo situatë ka krijuar që edhe opinionin e përgjithshëm, edhe ndërkombëtar edhe këtu që ajo pjesë mund të stabilizohet në momentin kur Serbia tërhiqet nga ato ambicie të smura hegemoniste që ka ndaj vendit tonë, e kryesisht nga pjesës e Veriut. Prandaj askush nuk ka çka të friksohet nga ajo se nuk ka siguri në pjesën e Veriut, ajo është në kontrollin tonë, njëkohësisht do të më falenderoj edhe KFOR-i që ka marrë masat dhe ka dislokuar forcat shumëta, shtesë, të cilat e bëjnë kontrollin, është fat i madh që ata edhe kanë misionin për siguri, kështu që bashkarisht me policinë tonë dhe me organet tjera bën edhe sigurinë asaj pjese. Por për disa aksione, veprime të institucioneve të Kosovës në veri, mbylljen e disa objekteve paralele të strukturave të Serbisë, ka pasur reagime të ashpra ndërkombëtare. Se institucionet e Kosovës me këto veprime po i nxisin tensionet në veri të vendit. Mendoj se nuk është e lehtë të pranohet ky fakt kur për sa vite të tëra kanë funksionuar këto organe ilegale dhe kanë bërë këtë problematik kaq të madhe dhe kanë ngritur tensione me të cilat shpesh herë dhe ka pas rrezik të zgjerimit të konfliktit. Prandaj edhe pritën këto reagime duke marrë parasysh se një funksionim kaq i gjatë ka pas edhe pasament të një mbështetje të deri më tanishme, domethënë diçka që ka ekzistuar por sikur ndoshta janë mbyll syt se nuk po shihen. Realisht organet tona nuk lejojnë instanca tjera paralele që të damtojnë procesin tonë të integrimit dhe të zgjerimit në tërë territorin tonë, kështu që këto veprime janë të domosdoshme sepse elementet të cilat prishin stabilitetin dhe damtojnë integritetin tonë, damtojnë dhe rrezikojnë, nuk kanë vend në Kosovë, kështu që organet tona kanë mision ta
pastrojnë terrenin. Kush në fakt mendoni se po i nxit tensionet në vrit vendit, zoti Sylla? Po shiko tensionet, e dim se kërcënimet e vazhdueshme të Serbisë janë elementi bazik që krijojnë atë tension. Dhe ato nuk janë të sotshme, janë të hershme, janë të pandalura dhe ambicjet e Serbisë, njëkohësisht me vetë faktin që Serbia tani po kalon nëpër faza shumë tronditëse të turbullimeve të shpeshta, të protestave të shumta të studentëve të popullit përgjithsisht, gjithnjë tenton që të ketë një vatër tjetër për ta mbuluar krejt atë çfarë karakterizon Serbinë dhe njëkohësisht përdor elemente të shumta të tensionimit në Kosovë. A ka pasur raste kur i kanë nxitur tensionet edhe ndërkombëtarët, siç ka deklaruar zëvendës ministri i pushtetit lokal, Arber Vokri, apo jo? Unë nuk di, me qenë se nuk kam qenë pjesë asaj, ose nuk e kam pas mandatin që të jam pjesë për të analizuar një gjë të tillë. Kështu që e di që ajo çfarë ka ndodhur në veri deri më tani ka ardhur gjithnjësi kërcënim permanent i Serbisë dhe elementeve që ka përdorur edhe brenda dhe jashtë. Kështu që ato forcat të cilat deri më tani kanë pas mundësi ta tensionojnë gjendjen dhe ta bëjnë alarmonte, për momentin nuk janë, por që tentojnë të kopaskohet, të fusin njerëz të tjerë ose të indoktrinojnë pjesën e popullit që ka mbetur aty, por që siç dukej nuk mund t'i arrijnë, meqense populli tani veç ka gjetur rahatin pas viteve të tëra kur kanë pas hapësirë të veprojnë grupe të shumta kriminale të cilat e kanë munduar tepër me popullin dhe ai tash sot merr furim lirisht. Po, për fond, edhe një pyetje zoti Sylla. Në fillim të intervistës sa thatë që ushtrimi ushtarak Defender 2025 është lajmi kryesor i këtyre ditëve, por ndër lajmet kryesore po ashtu është edhe intervistimi i ministrit në detyrë Faton Peci, ministrit të bujqësisë nga Prokuroria Speciale në ndyshimet për kontratën rreth nën produkteve të mbetjeve shtazore. Kemi parë po ashtu një reagim të ministrës në detyrë Donika Kërvalla duke sulmuar prokurorin, duke thënë që ky është inskenim i blerim i Sufajt. Unë do të thoja se nuk ka lajm që mund ta zvogëloj peshën dhe rëndësinë e ushtrimit që ka ushtria jonë këto ditë. Shtetit dhe shoqërisë tonë mund të ndodhin gjërat të ndryshme, për këtë ekzistojnë ligjet, ekzistojnë organet, ekzistojnë, shteti funksionon dhe ata e kryejnë punët e veta. Pra, nuk pajtoheni me zonën Kërvalla kur sulmon prokurorin? Unë përbes nuk e kam dëgjuar çka ka thënë, pavarësisht çka thonë të tjerë, unë mendoj se Defender e ka vendin e parë në këto ditë dhe derisa të përfundoj. Zoti Sylla, falenderoj shumë për kohën dhe gatishmërinë që të ishit këtu në Infonata. I faleminderit shumë.